Historia në vazhdim na vjen për momentin nga Amerika është Genta. Genta ka humbur nënën pasi betejë të gjatë me kancer në vitin 2016. Pas humbjes së saj, jeta e Gentës ndryshoi rëndësisht nga depresioni në fillim, kaloi pastaj në një rilindje. Nuk e di, do ta pyesim Gentën nëse rilindja ka qenë në Amerikë apo ka qenë në Shqipëri. Genta? Përshëndetje. Përshëndetje. Ti tani se nga oraret jemi ndryshe, je në pushimin e punës, kështu që ne do nxitojmë pak. Ti ke ndenjur nënës afër gjithë kohës, e di që ishe në një qytet tjetër, jo në Tiranë, erdhe në Tiranë për shkollën, ndërkohë erdhe që edhe nëna këtu të bënte kemioterapit apo jo? Po, bënte trajtimin. Po, trajtimin. Pastaj nëna u smur, pra prënd, edhe doktorët nuk i dhanë asnjë shpresë. Nuk i dhanë shpresë. Dhe e le Tiranën për të kthyer për të jetuar në qytetin e saj të lindjes, qytetin tuaj të lindjes, derisa ajo dha jetë. Po. Unë isha personi që i shërbeu gjatë gjithë kohës, domethënë. I ke ndenjur afër nënës gjatë gjithë kohës, ke qenë kush tjetër jetonte me ty në shtëpi? Familja, dy vëllezërit e mi, babai, edhe nëna. Je vajza e vetme në familje? Po e vetme. Dhe sa vjeç ishe atëherë? Atëherë isha 28 vjeç. 28 vjeç. Ke treguar Elonës që pate një periudhë shumë të vështirë, që filloi me ndarje nga i fejuari. Po, pas humbjes së nënës, domethënë, ishte shumë e vështirë për shkak të gjithë depresionit, ndërhyrjeve të familjarëve të tjerë, ti do kohë që të kuptosh çfarë ka ndodhur, ndërkohë presioni i njerëzve rreth e rrotu të sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë dhe të vazhdoj jeta normalisht. Po kur ty të ka humbur një njerëz shumë i shtret, normal që jeta nuk vazhdon më normalisht. Ti e kishe këtë lloj zemrimi ndaj njerëzve që ishin shumë të afërt të familjes, që habiteshe pse vazhdonte jeta? Pra kush ishin këta njerëz që e vazhdonin jetën sipas te kur nuk duhet të Jo se vazhdonin jetën, po ndërhynin në gjëra personale, duke më treguar domethënë se si ta vuaja unë dhimbjen time. Në ç'kuptim, çfarë të thonë për shembull? Unë babai im domethënë shumë shpejt, as 6 muaj pas vdekjes domethënë kërkonte të jetonte me dikë tjetër, ndërkohë që ne donim atë kohën tonë të merrnim veten, si thon, sepse koha normalisht shëron gjithçka. Po e para fare ishte që ne të kuptonim çfarë kishte ndodhur. Dhe të mësoheshim me faktin që ky personi që ishte në jetën tuaj ishte më i shtrenjti dhe normal nuk do të jetë më. Dhe ti duhet të përshtatesh, besoj së pari vetë, para se të mësojnë të tjerë se çfarë duhet të bësh. Ju jeni familje madhe? Jo, ne jemi një familje prej 5 vetash. Ishim prej 5 vetash. Tani ti thua që babai mbas 6 muajve kërkonte familja që ta lidhte me një tjetër, apo babai vetë gjeti dikë tjetër? Babai vetë gjeti dikë tjetër dhe dëshironte që ta sillte në shtëpi me ne. Ishte shumë e vështirë për të pranuar një gjë e tillë aq shpejt, domethënë. Unë mendoj se ne duhet mësoheshim me faktin që secili duhet vazhdonte rrugën e vet, pastaj të mësoheshim me faktin që dikush tjetër do hynte në jetën tonë. Po pse mendon ti tani që ke reflektuar e ka kaluar kaq kohë, pse mendon që babai e kishte kaq të shpejt dëshirën për të vazhduar jetën me dikë tjetër për 6 muaj? Ndoshta e kishte të nevojshme, unë nuk e di se si është ndjer ai, nuk mund ta them dot domethënë, po. Ke folur me të ndonjëherë? Ka qenë shumë e vështirë, Dalina. Ka qenë shumë e vështirë të flasësh hapur si një shok me babin tënd. Unë e kam kërkuar shumë herë ta bëj këtë gjë, po mentaliteti, qytetet e vogla, prindrit mendojnë se fëmijët nuk din asgjë, po kur jenë në një moshë adulte, unë besoj se fëmijët arrin të kuptojnë gjithçka. Edhe tregojmë, unë tani jam prind, dhe tregoj me kujdesshme në veprimet që bëj, sepse mendoj nesër fëmia im do më gjykojë.
A unë ndjeve sikur Dhe do më babi thotë se gjë nuk i ke tradhoi mamin? Jo, nuk unë ndjeva që tradhtoi, unë mendoj se nuk arriti të na kuptonte ne në dhimbjen tonë, sepse ne kishim nevojë për kohë. Kjo ishte e gjitha, domethënë. Ne kishim nevojë për pak kohë. Dhe fisi e mbështeste këtë gjë, pra të afërmit. Unë isha dakord që papai të vazhdonte jetën e vet, nuk kisha asnjë kundërshtim, po problemi ishte që kisha nevojë për kohë, doja të mësohesha me faktin. Dhe mendoj kushdo që e vuan këtë dhimbje, sidomos humbja e nënës që ke rënë, mendoj se familjarët e tjerë, Halla Xhaxhallar, Tezi, Daja, mendoj se duhet t'i lënë secilit kohën e vet për t'u shëruar nga dhimbja. Dhe ndërkohë edhe nga i fejuari u ndave. Pse u ndave nga i fejuari? Nuk isha në gjendje më të vazhdoja, domethënë, jetën nuk e kuptoja as vetë, domethënë në një farë pjese, po isha e pamundur. Isha e pamundur për të vazhduar diçka, më dukesh e pa sens çdo gjë. Çfarë të bezdiste te ai se her pas her kur jemi në një dhimbje tonën ose kemi diçka që është kaq personale dhe e pa kur tjetri nuk po e përjeton, ka dhe një lloj bezdisje pra që krijon nga një distancë dhe një bllokim kognitiv. Ishte bezdisje ishte, sepse nuk arrinte njëri ta kuptonte atë që ti vërtet ndjeje. Ai mundohej të të rinte afër? Mundohej, po unë nuk e gjeja më veten. Unë mendoj se ka çaste të tilla që ty të japin një ide ose një drejtim për jetën, kur ti fillon të shikosh gjërat me një sy tjetër. Kur ti përballesh me vdekjen e një njeriu të shtrenjtë, unë them shumë njerëz ndryshojnë pas vdekjes së një njeriu të shtrenjtë. Interesant, duhet kaloj te ky ndryshimi për pak, po kam një pyetje, jam kurioze. Nëna jote sa vite vuajti nga kanceri? 10 vjet. Ti ke shërbyer gjatë gjithë kohës, pra doktorët nuk i dhanë shpresa. Pak a shumë ti edhe mund ta prisje fundin e saj apo jo? Po, kur njeriu është gjallë, ti nuk mendon për atë gjë. Ti mendon si të luftosh për të përballuar sëmundjen. Si ta shpirt ajo? Ishte e papritur për ty ai moment apo? Erdhi ngadalshëm, ne e kuptuam, ishte diku afër vitit të ri. Edhe fuqia e saj ra normalisht dhe pastaj unë isha aty kur ajo ndroi jetë. Se di çfarë doja të kuptoja pak edhe mendje se shumë interesante kur ti the që mbas ikjes së nënës ne kishim pyetjet tona pse. Po ti e dije përgjigjen apo jo? Unë e dija përgjigjen normal se isha adulte, i kuptoja shumë gjëra. Por mënyra se si gjithkush e përjeton dhimbjen është e ndryshme. Ishte shumë interesante kjo që ti e di që nëna për shembull ishte e smur dhe nuk e pranon. Çfarë pyetjesh kishe? Unë nuk kisha pyetje, po dëshira ime ishte që jeta e saj të vazhdonte, sepse edhe sot domethënë e ndjej mungesën e saj, pavarësisht se jam akoma me rritur. Edhe them sa me fat janë disa njerëz që i kanë nënën gjallë akoma, ose i keq trajtojnë, ose nuk sillen mirë. Më dhëmb ajo gjë, kur shikoj nënat e tjera të keq trajtuara nga fëmijët. Çfarë të mungon sot? Më mungon vetë ajo. Ndërkohë karantina, Covidi 2020-s, ty të ndryshoi jetën, ç'a ndodhi? Unë kisha më shumë kohë për të marrë me veten time për shkak të uljes së angazhimeve dhe njerëzit ishin të gjithë në shtëpi. Nuk ja tregova Elonës më përpara këtë gjë, po ishte fakti që unë duke pasur shtëpi private, u mora dhe me kopshtari, por leximi ishte ai që më mbushi. Duke scrolluar në një faqe Instagrami, unë shikoj një faqe që bënte reklam për libra me ulje çmimi. Mbaj mend ajo vajza ishte shumë e sjellshme dhe më jepte gjithmonë domethënë mundësinë oferta ose mund të lexosh këtë, thoshte, shumë i bukur, mund të lexosh këtë. Normal duke kërkuar më tepër libra për zhvillimin personal.
Ka ndonjë libër që të ndihmoj shumë, se është interesante edhe kjo dhe mund të ndihmoj edhe të tjerë që të kaloje këtë fazë? Një libër ka qenë një shkrimtare amerikane me origjinë ruse, ka qenë kalorësi bronz, që fliste, mendoj ai është bërë dhe film, më duket, Dhe çfarë të pëlqeu? Pse të tërhoqi? Çfarë mësove nga ai libër? sepse tregonte gjithë vështirësitë nëpër të cilat kalonin njerëzit në luftë deri në kanibalizëm, siç flitej në Rusi, sepse tregohet për histori të bazuara në histori të vërteta. Po. Edhe ishin dy njerëz të cilët u dashruan në rrethana lufte, por arritën të mbijetonin edhe pse nuk kishin për të ngrënë. Domethënë, në këtë jetë unë arrita të mendoj që ka gjëra më të rënda, edhe se vdekja, siç është dhe lufta, edhe arsyeja që duhet të gjesh për të mbijetuar. Ndërkohë, gjatë zis, për te faktit që ti, si që the, okay, u ndave nga i fejuari, familja po me ndërhyrjet e tyre të ushtronte shumë presion, me babai natyrisht të fillim ishte gati nuk e pranoje faktin që ai do të vazhdonte jetën. Ti vetë, Po. çfarë kur shije veten qofse shije në pasqyrë apo në ballafaqime veten, si ishe në atë kohë? Ç'a kujton? Kur ka qenë ca momente që ke treguar një dobësi të jashtëzakonshme gjatë kohës së zis? Që mendoj që ke prekur fundin. Ka qenë në fillim ku unë vendosa që unë këtë jetë që kam, sepse jeta është shumë e shkurtër, edhe mendova që këtë jetë që kam, unë do ta jetoj ashtu si dua unë. Do përfitoj nga çdo ditë që më jepet, ta marr si dhuratë, dhe i them Zotit faleminderit që jam edhe sot. Edhe shijoj çdo moment, domethënë, si të ishte, sepse një herë vjen. Unë nuk do thoja si të ishte e fundit, po si të ishte e pakthyeshme. Është interesante sepse edhe në librin që lexova, janë këto momente, janë disa situata që na zgjojnë. Na zgjojnë. Pra ishte ai momenti i zgjimit edhe humbja e nënës ka qenë një moment zgjimi për Gentën. Po, ajo tha diçka pak më herë Genta që ne na ndryshon si person humbja. Dhe unë do ta lidh pak se çfarë ndodh momentin që dikush kalon një humbje, edhe se si trajtohet edhe në terapi, sepse nuk trajtohet thjesht si një ngjarje tragjike. Ajo çfarë ndodh me personin është që humb identitetin emocional, psikologjik. Se kur ne kemi një lidhje emocionale me dikë, siç është në këtë rast shumë e fuqishme me nënën, ajo që ndodh është që ti ke krijuar një lloj vete me të, një raport me të. Dhe kur dikush humbet, është që humbet dhe një pjesë e jotja. Dhe vjen ai momenti që thua kush jam unë tani me largimin e këtij personi. Ky person nuk është më, po kush jam unë tani. E duke qenë se vim në këtë pikë, na detyron kjo pyetje që të eksplorojmë një ndryshim tek vetja. Të shkojmë të gjejmë se kush jemi ne. Dhe nuk është çështja që ne të qëndrojmë, domethënë të bëjmë këtë pyetje dhe të marrim përgjigje të shpejta. Puna është neve të qëndrojmë me këtë pyetje dhe përgjigja mund të vijë në proces, pra në kohë të gjatë, aq sa është e nevojshme për personin. Dhe ndonjëherë mund të marrin ndoshta spunt të njerëzit dhe të kush jam unë, domethënë direkt të filloj procesi. Ky është një proces shumë personal dhe duke që Genta e ka marr kohën e vet për ta zbuluar përmes leximit, përmes eksperiencës së saj, dhe shikojmë që e ka ndihmuar, domethënë ka arritur një pikë ndryshimi, një pikë kthese në jetën e vet. Sa e rëndësishme është edhe doli edhe nga historitë e tjera, sa e rëndësishme është që të lexosh dhe të kërkosh dhe të informohesh, jep kuptim dhimbjes, kur ti jep kuptim dhimbjes, ajo bëhet më familjare për ty dhe ti përfiton prej saj. Dia ka ndryshuar raporti me teatrin, Genta ka ndryshuar, domethënë sot. Si e shikon? Është përmirësuar normal se malli, largësia bëjnë të veten. Vazhdo me të njëjtën grua babai që njohu? Po, vazhdo. Po, vazhdo. Sa është dhe mosha që nuk dalë shpesh. Unë nuk e kam problem, domethënë, madje më vjen mirë, jam e lumtur që edhe ai dihet mirë dhe është i qetë. Po, duhet kuptuar diçka. Ishte i vështirë normal.
Duhet kuptojmë diçka edhe pjesën e burrave që marrin një iniciativë shumë të hershme për të futur në një marrëdhënie tjetër, është dhe kjo një formë përballimi për humbjen. Kam dhënë një histori të tillë në familjen time më të afërt që ka ndodhur që menjëherë mbasi Është një frikë. nuk po e them se do mërzitet familja ime, po mbasi ndiq dikur shumë i afërt, një kushëri i parë, kushërire e parë dhe ishte shumë e lidhur me bashkëshortin gjatë gjithë jetës. Ajo martua shumë shpejt dhe ishte diskutim në familje se si e bëri. Gjykohet, po kemi zbuluar të paktën terapinë e kuptojmë këtë pjesë edhe zbulohet që ka një frikë shumë të madhe për qenë vetëm, se i humbet edhe atij ajo siguria e vazhdimit të jetës me dikë tjetër. Dhe tek burrat është pak më e frikshme kjo gjë se tek gratë. Për këtë arsye futen më shpejt në marrëdhënie të tjera. Dhe nuk e din që se Genta ka arritur të japi një shpjegim gjatë kësaj kohe pse babai është futur në marrëdhënie kaq shpejt. Mund të mos jetë ky rasti që them unë, por e kam kuptuar që ndodh shpesh në terapi. Unë mendoj që ka qenë mënyra e tij e vuajtjes. Po. Ka Përballjes me dashur humbjen. Mos i përjetoj vetëm. Okej, Geda, u të falenderoj shumë për historinë që ndave me ne dhe më vjen shumë mirë që i ke rilindur, edhe tashmë edhe ke rilindur dhe ke kuptuar dhe ke mirë kuptuar. Ta përjetoj. Ta kalojnë sa më lehtë. Po, edhe faleminderit për ato detajnat edhe për librin, se janë këto Faleminderit. pyetje që unë bëj që edhe të tjerët ndoshta ta gjejnë vetën dhe të marrin sa më shumë informacione. Informacioni është i rëndësishëm. Të falenderoj shumë edhe ktheu në punë sepse jem orar tjetër andej dhe atje s'të falim për këtë. Ju suksese, shumë faleminderit. Falenderoj shumë. Kënaqësi. Falenderoj. Unë vërtet do të kisha shumë dëshirë e çuditshme kjo e meshkujve sepse ne i paragjykojmë shumë meshkujt. Po. Dhe u ndodh në fakt kjo qia fillon që në moshë të re, nuk është se mbas një humbje të madhe. Kjo është më e çuditshme humbjes madhe, po sa ndahesh ti se kupton se si ai tjetri lidhet kaq shpejt me një tjetër dhe gjithmonë e i shaj meshkujt. Ja shi si janë këta janë të ftohtë, të pa shpirt, çfarë race janë këta. Janë edhe ato vulnerabël, janë edhe ato me frikrat e tyre, kështu që gjejnë rrugët se si ta ndihmojnë veten, edhe ndonjëherë në mënyrë të pandërgjegjshme, sepse ai kupton, ndoshta kanë ndjer dhe faj për këtë gjë, po e justifikoj, pra vonë po jap shpjegime çfarë dëgjojnë terapi. Prandaj e bëra këtë ndërhyrje se është shumë e rëndësishme të japim zë edhe pak burrave në vuajtje, edhe në humbje. Po, unë e di që ky program do ketë edhe shumë zëra meshkujsh, por e dim, e njohim si natyrë që duan edhe pak kohë.